Lega con il quadro della Madonna. Grazie mille. Përshëndetje të nderuar teleshikues të ABC News Albania. Jemi në Molis, në një shkollë kuzhine, albergjiere, në këtë rajon të rëndësishëm të Italisë dhe jemi me drejtuesen e këtij institucioni të rëndësishëm. Përshëndetje. Si jeni, mirë? Mirë, ju gjithë Mirë shumë. Faleminderit që na pritët në shkollën tuaj. Allora, ka kjo shko, jam presdja, direttricia, kjo shko i termen, però termeni ngisht një har arbresh, pse che u vin ka njetër har që i tu prëzë, që së rritet ruri. Përço u folë një albrishtë. Pra ju vetë jeni arbëreshe, po kjo zona nuk është se është e shquar për shumë arbëresh, apo jo? Pse che thomi che termeni janë pak të kërshterë albresht, invece rurë ishtë gjithora. E na menate, però rurë ishtë i vogël, e na shurbemi jashtë hore, e quindi u jam tu termen të shurbenje. Ju na sugjeruat ta fillojmë intervistën në këtë sallë. Çfarë është kjo sallë? Kjo salë ishtë lenoteka, tu kimi butijat verë, ma tu bëmi puru një sheku attività me tjerit sko, me tjerit uajunë, bëmi konferenze, folmi për gjithë materje që janë interesantu, ja duhen uajunë të bënjën sko, dhe të rriten si uajunë, rriten, mirë, insomma, na imi e shurbemi të kreomi uajunë in gradu të bënjën një lavurë importando e të bënjën mirë. Pra të bëjë një punë të mirë dhe të rëndësishme. Atëre, kjo është, po themi, është salla, laboratori e enotekës. Megjithatë, ne shkolla për sa kuptova unë është e madhe, apo jo? Allora na imi e shkomi ka një korridoj, e tu ishtë një tër salë, ki ishtë bari të Skoks. Esatto, duhet themi për teleshikuesët, ndërsa bëjmë intervistën, kemi arritur vonë në darkë, edhe shkolla nuk është se është e hapur me mësim. Unë të capirta. Atëre i thash, io ho raccontato ai telespettatori di ABC News che siamo venuti molto in ritardo e non ci sono i studenti. Pse che skona një mbuitur, por pse che sonde ishtë venerdì e nangë kimi më uajunt. Solitamente una kimi skon menatet e mbrëmet, pse che menatet janë uajunt që kanë njëra dishdottan. Ato të mdenjt që kanë më ke dishdottan, vinjë mbrëmet, però nani ormai u skoa mbuivi. Sa po mbarojnë shkollën, të gjithë fillojnë punë, kanë kërkesa për punë gjithë këta student? Sa imi? Të gjithë studentët këtu, appena vengono laureati, trovano lavoro? Allora, solitamente ato gjenjën lavur gja kur bënjën sitçan. Sitçan gja kanë lavurin. To uajun që në një shomi, janë shumë këto shurbenjën gja ka stagjuna. Bënjën venjën ka ristorantet, ka kuqina, jo vetëm termen, ma ato venjën dhe ka mundanjat, venjën dhe jashhore, venjën Inghilterra, Albania, shurbenjën ku i sëresnjën. Kjo këtu ku jemi është salla e laboratori i sallës. Esatto. Të pritje. Kishtë laboratorio di sala, to uajun që janë tu shurbenjën të bënjën kamerjertë, kanë gjithë divizën, infatti ki një gjallet që ishte bën, ishte na gjufton si bëhet, si bën lavurin, e qui i një ka laborator që kimi, pse ke kjo skoj verament due made, na imi termen imi zëmbra të formaciuns, pse ke to zënjën, kjo skoze student që vinjën ka hamulisi, ma puru ka ha Bruzi e ka ha Puja. Se ne mi verament të mdenja. E kishti importando pse che na formomi të kërshter që ka shurbenjën. E na soprattutto bëmi një lavur importantissimo, veramente importando për termen që një horë që i kadetti. Tashi, do shkojmë dhe të kuzhina të shohim ju, përsa mësova unë, keni përgatitur dhe disa pjata. Na sonde preparovëm do gjegjet të shoni ju, se ke ormai i tardu, quindi gëbun shoni gitu ajunt që shurbe. Keni përgatitur diçka apostafat për neve? E bërëm për ju, pse ke në ningi mos kjarimë,
Quindi, però, Jeni arbëresh, jeni mikpritës me zemër, gjaku i shprishur. certo, ma u è veramente me piacere perché è importante per me, ma è importante per me perché u ndjenj veramente shumë kam gjenim me ishte arbërisht, quindi per me è veramente importante një pjesë. Quest'oggi rappresenteremo la cucina tipica termolese. Iniziamo con la regina dei piatti tipici, che è il prodetto di pesce, fatto con pesce di stagione ed è detto prodetto. Këto pjata çfarë janë? To janë tajur që bënjën tu termen, i propria cucina marinara. Na që rimirur kemi një tër tip, na imi më ka interni, quindi forse kemi më shumë mish, to kanë peshkun. E quindi e preparonjën in maniere diversi modi. Në mënyra të ndryshme. Sì. A je krenare me këto student kaq të bukur edhe të zotët? Edhe të aftë, kapaç. Sì, janë veramente bravo, janë veramente capaci e riuscirnjën të bënjën certu fate që sa vetëm unë varenjë, perché unë jam capaci. U jam prezja, ma jam capace. Amministratice. Sì, ma jam in grado të bënjë atë që bënjën to. Ok, non vedo ora di mangiare. Buon appetito. Grazie mille. Faleminderit, grazie mille a voi.